Maturantët e qarkut të Korçës janë nështruar ditën e martë provimit të parë të maturës shtetërore asaj të gjuhës huaj. Në total kanë qenë 1803 maturant nga të gjitha gjimnazet e qarkut që morën pjesë në këtë provim, i cili nisi në orën 10 dhe zgjati 2 orë e 30 minuta. Sipas burimeve zyrtare, procesi u zhvillua në 12 qendra provimit të shpërndara në të gjithë qarkun e Korçës dhe u administrua nga rreth 150 administrator të angazhuar për mbarvajtjen e tij. Pas përfundimit të testit, një pjesë maturantëve u shprehën se provimi ishte i përballueshëm dhe se tezat e përfshira në test nuk paraqitën vështirësi të mëdha. Provimi u duk i thjesht, edhe pse ishin administratorët aty të cilët nuk na linin të komunikonin, po që ishte vërtet i thjesht provimi. Emocione jo, nuk besoj se kisha emocione, po që thjesht isha i përshëndruar tek ajo që po bëja. Po, patjetër, me kohën që na dhanë, një plotësova të gjitha pa vështirësi. Tani provimi ishte nivel mesatar për mendimin tim. Dolëm mirë, të gjithë. Emocione jo. Si testim normal. Po, mendoj që po. Nuk ishte shumë i vështirë. Ose mbase jo. Provimi shkoi shumë mirë, kishi pak emocioni si provimi parë që ishte, por dolën shumë mirë dhe besoj se do marrin nota të mira. Jo, nuk ishte sepse në anglisht kemi qenë gjithmonë mirë me notat edhe prandaj. Nuk ishte i vështirë provimi, ishte i thjeshtë. S'patëm emocione aq shumë, në fillim ishte pak për emocione, pastaj dolën mirë. Këtë vit, vihet re një rënje e lehtë e numrit të maturantëve që janë nështruar provimit të maturës shtetërore, ndërsa këtë vit morën pjesë 1803 nxënës, një vit më parë numri maturantëve ishte 1838. Provimet e maturës shtetërore do të vijojnë në 9 qershor me testin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, në 16 qershor me provimin e matematikës, ndërsa do të mbyllen në 23 qershor me provimin e lëndëve me zgjedhje.